Era e pakëndshme e tubave do të largohet shumë shpejt falë këtyre dy përbërësve. Ja cilët janë ato. Janë rezultati i llojeve të ndryshme të papastërtive në tuba që duhet të largoni erën e keqe, pasi mund të përhapet në të gjitha ambientet ku qëndroni. Gjatë kësaj periudhe të ftohtë ku lagështia nga kullimi është më e madhe, ato mund të përhapin edhe era të pakëndshme që janë të vështira për t'u përballuar. Ato janë pronë e llojeve të ndryshme të papastërtive në tuba që duhet të largohen në mënyrë që të mos detyrohet t'i thithni aromat që nuk dëshironi. Kjo zakonisht ndodh në periudhën kur ka reshje në një vjesht dhe në dimër, ose në rast kur pritet që të ndryshojë moti në mënyrë të papritur. Gjithçka që duhet të bëni është të hapni grilën për të filluar. Është shumë e lehtë për ta hequr. Fillimisht kontrolloni nëse ka ndonjë gjë brenda që mund të ketë bllokuar tubat e lavamanit. Nëse nuk është kështu dhe zakonisht ka erë të keqe, atëherë mund të derdhni në të disa lëndë të veçanta, siç është kjo përbërje: 400 ml uthull, 3 luksot buke, 5 litra ujë. Fillimisht shtoni sodën e bukës, më pas shtoni pak uthull dhe më pas shpëlajini me ujë të rrjedhshëm.